hu në fen e ilahit. Gjithashtu jam i pari me lejen e ilahit, Zotit tim, Zotit vërtet, që ta përdori fjalën ilah. Ilah keni me pa një dokumentar nesër në kanalin Zoni Shqip i Koronit, ku e lidhi me filmin e Krishtit, Jezu Krishtit në regji të Mel Gibsonit, ku përmendet fjala ilah. Ilahit i beson ki. Besoj ilahit. Ilahit i beson ki. I ka harru së është në xhami dhe xhamia është shtëpia e Zotit, të duhet me madhru Zotin. Dhe jo me i linçu njerëzit dhe me i ofendu njerëzit nga shtëpia e Zotit.